Burdullaku është një nga bimët e egra më të pasura me lëndë ushqyese dhe një burim i rrallë bimor i omega-3-shit. Është një barishte e egër që nuk duhet ta injoroni asnjëherë në kopshtin tuaj dhe duhet i thoni mirë se erdhe. Po ju a tregoj edhe më nga afër që ta shikoni se si duket për të gjithë ata që nuk e njohin. Në kohën e lulëzimit çon një lule të verdhë të vogël në majën e kërcellit. Një kuriozitet për të gjithë ata që e përdorin këtë bimë të egërt. Nëse do ta përdorni në gatime të ndryshme, koha më e mirë për ta mbledhur është herët në mëngjes. Në këtë kohë, gjethja e burdullakut është plot me lëng dhe me të gjitha vlerat e saj ushqyese. Një barishte tjetër që unë preferoj ta rris në kopshtin tim është edhe nena. Sot jemi duke i mbledhur të dyja për të bërë një byrek me lakra, i pasur me omega-3, vitamin A, vitamin C, vitamin E, magnez, kalium dhe hekur, ai është shumë i ushqyeshëm. Përveç byrekut dhe petës misrit, atë mund ta përdorni dhe në gatime të tjera. Natyrshëm shumë prej jush mund t'ju lind pyetja se ku e përdor tjetër burdullakun. Burdullaku mund të konsumohet edhe i zier për 2-3 minuta me limon dhe vaj ulliri. Gjithashtu mund ta përdorni si vakt të mëngjesit. Një dorë burdullak e lajm, e grim, aty do shtojmë pak mente ose nenegjik, hedhim krip, 2 vezë piper të zi dhe e shijojmë për mëngjes. Ky është një vakt jo vetëm shumë i shëndetshëm, por edhe i thjesht për t'u përgatitur. Nuk ju merr fare kohë dhe ju e nisni ditën shëndetshëm. Recetat të tjera ku mund ta përdorni burdullakun është edhe sallata. Çfarë do lloji sallate që ju përgatisni në shtëpinë tuaj, në sallatë burdullakun mund ta shtoni të freskët ose pak të zier. Varet se si ju e preferoni. Unë e preferoj të freskët dhe këpus vetëm majat e njoma të burdullakut. Kurse këtu kemi burdullak, nen, qep të njoma dhe jemi duke e përgatitur për byrek, por ju mund t'i shijoni edhe si lakra dhe kanë një shije fantastike. Meqense kjo barishte e egër ka shumë vlera shëndetësore dhe koha e lulëzimit të saj këtu në Angli është shumë e shkurtër, unë mundohem që ta ruaj atë në ngrirje. Po si mund ta ruajmë në ngrirje? Si bim nuk mundemi, sepse ajo ka shumë lëng dhe në momentin që ne e fusim, ashtu si që është në ngrirje, ajo qulloset, por një mënyrë shumë e mirë për ta ruajtur burdullakun është e vendosur në blender me pak ujë, e bluajmë, e bëjmë masë të lëngshme dhe më pas mund ta ngrim atë në kubik të vegjël. Dhe në këtë mënyrë e kemi gati ta përdorim sa herë që t'na nevojitet. Masën e përgatitur në blender mirë është që ta hedhim në forma të tilla dhe ta vendosim në ngrirje. I ruajtur në këtë mënyrë mund ta përdorni sa herë të doni nëpër supa të ndryshme ose edhe në smoothie që ju përgatisni në shtëpitë tuaja. Në këtë rast, smoothien e kemi përgatitur me moll, kastraveca dhe burdullak. Shumë i shëndetshëm dhe njëkohësisht shumë ushqyes për trupin. Këta kupa do t'i ruajmë në qese të tilla në ngrirje dhe t'i përdorim kur t'na nevojiten. Kjo është një bimë e vogël e burdullakut që sapo ka mbir dhe pas 2-3 javësh ka shumë mundësi që të rritet dhe të bëhet i madh si ky burdullaku këtu. Në fakt, bima e burdullakut ka një fuqi të jashtëzakonshme natyrore. Fara e saj është aq e fuqishme sa që mbin edhe në beton. Nëse fara e kësaj bime ka rënë diku nga viti i mëparshëm, mjafton të ketë ujë edhe kohë të ngrohtë dhe ajo mbin pa problem fare. Të them të drejtën, unë e kam kërkuar këtu ku jetoj bimën e burdullakut dhe nuk e kam gjetur asgjë kundi, kështu që farën më është dashur ta marr nga Shqipëria. Fara e saj është shumë e vogël dhe e zezë, siç e shikoni këtu në video, po u afroj afër që ta shikoni më me kujdes. Pasi mbaron fazën e lulëzimit, formohen këto kokrat e verdha në maj të çdo dege dhe aty brenda është edhe fara. Farën është mirë që ta ruajmë vit pas viti sepse nuk i dihet se si do bëj koha dhe nëse fara e rën nga ky vit, do ketë fuqi të mbi vitin tjetër apo jo. Kështu që sido që t'jetë puna, ne do sigurojmë pak farë për vitin e ardhshëm.